Shkodra elektronike, performanca përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision, ka rrëmbyer zemrat e gazetarëve ndërkombëtar dhe është renditur në vendin e dytë në sondazhin e shtypit për gjysmëfinalen e parë, duke marrë 20 pikë. Konkursi i këngës në Eurovision 2025, shfaqja më e madhe muzikore në botë, rikthehet sot në Zvicër. Kantautori dhe producenti Kolaca dhe këngëtarja e kantautorja Beatrice Gjergji fituan edicionin e 63 të Festivalit të Këngës së TVSH-s. Në garë me Elvana Gjatën me këngën Karnaval dhe Alice me Mjegull. Artistët shqiptar lanë bresa të fuqishme me një skenografi moderne, energji të papërmbajtshme dhe identitet të veçantë kulturor. Shkodranët do të garojnë sonte me numrin rendor 12. Gjysmëfinalja do prezantohet në arenën e St. Jakob Shell në Basel, ku 31 nga 37 vende pjesëmarrëse do të garojnë në gjysmëfinale që do mbahen sot me 13 maj dhe të njëjtën me 15 maj. 10 më të mirët nga secila gjysmëfinale do të kualifikohen për në finalen e madhe, që do zhvillohet të shtunën me 17 maj, bazuar në votat e publikut. Dizajni i skenës së këtij edicioni të 69 të Eurovision është frymëzuar nga malet e diversiteti i Zvicrës. Prezantuesi do të jenë Hazel Brugger, Michelle Hanziker dhe Sandra Stader, ku zgjedhja e treshës nikoqire simbolizon vlerat e Zvicrës, çiltërsinë, diversitetin dhe bashkimin. Nëse nuk e keni ditur, të gjitha këngët e Eurovisionit nuk duhet të zgjasin më shumë se 3 minuta. Duhen të jenë origjinale dhe të mos publikohen në treg, ose të performohen publikisht përpara datës 1 shtator të vitit të kaluar dhe lejohen deri në 6 persona në skenë. Këto janë vetëm disa nga kriteret.